wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Gjitha falënderimet gjithmonë i drejtohen me Allahu xhaleshon. Ati ta ka. Atë falënderoj për zemrës. Me sinqeritet, ati i mbështetemi. Nga ai ndihëm kërkojmë. Na jemi të dobët, ai është i fortë. Na jemi të varfër, Allah është i pasur. Falënderimet Allahut i takojnë xhelle xhelalu. Allahu ka bërë këtë namaz që e falem Allahut të dashur. Allahu ka bërë këtë namaz me xhamat që e falem këtë natë të bekuar. Hamdi qoftë Allahut pa janda, që na mundsoi me i dalë vonë këtij muaji të bereqetshëm muajit Ramazanit. Atë falenderoj me zemër. Sa veta në fillim të muajit kanë thënë inshallah Allahu ndihmon, inshallah kam forcë, inshallah dal, ja pra, ja dole. Me ndihmën e Allah, bi tawfiqillah, me ndihmën e Allahu xhaleshon, atë falenderoj me zemër. E plotësom, wali tukmilu al-idda, e plotësom muajin ajrin. Wali tukabbiru Allah, edhe duhet të gjithë në zemër në botë tekbir, Allahu akbar, që na ka ndihmuar Allahu xhaleshon me agjeru dhe me dhonë këtë provim të madh. Gjatë këtij muaji, vëllezërit tanë këtu në këtë xhami, në krye me imamit tuaj të ndershëm, kanë kënuar mukabele për çdo ditë Kur'an. Nga një gjuz, ka 20 faqe. E besa bez disa ditë ka fundi, javën e fundit edhe ka 2 gjuza. I lutemi Allahu xhaleshonu që çdo shkronjë që ka lexuar Allah mi shpërbli ata 10 fish. Çdo shkronjë që ka lexuar pi Kur'anit të madhnueshëm, shpërblimet e asaj atyre shkronjave mi u ka plyu dhe juve, familjet tuaja. Se pa dyshim ju me pas mundësi edhe ju kishit arë. Po mas punës, mas obligimeve familjare, edhe ajo është ibadet, edhe ajo është vepër madhështore, edhe ajo është shpërblim. E një grupë mas obligimeve familjare, një grupë mas obligimeve fetare, kështu kompletohet dini islam. Inshallah shpërblimin që ka lezuar këta vllazën, së bashku me hoxhën tuaj të ndershëm, Allah Halil Efendiun, po me hoxhën Servet e me haxhirjet të ndershëm, që mashallah, çfarë durimi e çfarë gëzimi kam pas në zemrat e tyre me nxis pritëshin kohën e hatmes dhe me përcjell. Allahu ka bëllë aba. Sa ajete keni lezu, qaq shkallë Allahu xhenet mi ngrit. Inna lillahi ahlejni minan nas, po lexohet edhe ehline, edhe ehlejn edhe ehline në gjuhën arabe. Allahu xhaleshonu ka disa njerëz special që i don ata shumë. 2 palë njerëzish. Pala e Kur'anit, ehlul Kur'an dhe pala tjetër. Ehlul Kur'an, njerëz e Kur'anit, hafëzlart e Kur'anit, komentatorët e Kur'anit, dashamirët e Kur'anit, dëgjuesit e Kur'anit, ata janë ehlullah, ata janë njerëz special Zotit dhe khasatuhu, edhe shumë të dashur të Allahut. Grupi i Kur'anit, shërbëtorët e Kur'anit, dashurit e Kur'anit, të dashurt, ata cilët janë dashuruar në Kur'an, qoftë nga gjinia femrore, motrat tona, vajzat tona, nga vëllezërit tanë, ata janë njerëz të Allahut xhelle xhelaluhu. Kush i nderon ata, thot Muhamedi alayhis salam, kush i nderon një plak, i moshuar, është shenjë e imanit, shenjë e besimit me ndëru ma djetrin. Kush e nderon një njeri të Kur'anit, është shenjë e imanit e besimit. Prandaj, shifni feja islame, çfarë këshilla na ka dhënë neve, na trit me respektu pleqt ma djetrit, ma të moshuarit, sepse besimi jon, kultura jon, na shtim me i respektu ata. Po dhe shërtorët e Kur'anit, i kemi obligim shpirtëror me tregu respekt ndaj atyre. Por numër 3, edhe shërtorët e dinit islam, dikush me shkrim, dikush me këto mjete teknologjike, e dikush me komunën, e dikush me pastrimin e xhamis, e dikush me restorantin, dikush me renditjen e kpucëve, dikush me renditjen e makinave, parkingut. Krejt
ata janë të dashurit e Allahu xhelle xhelaluhu. Ata janë të dashurit e miqtë e Zotit xhelle shanuhu. Prandaj o vllazën, krejt hoxhallar sërbohemi, krejt arkitekta sërbohemi, krejt shërbyes të kuzhinës sërbohemi, mirë po secili e ka një vend me indikon islam, dhe secili le të kontribon ashtu si të mundet. Ja, pra, kjo është bukuria e fesë islame, kjo është bukuria e Kur'anit, secili çka të mundet, ja Allah, e kom sakrifiku jetën, pasunin, profesionin, mundin, ka që kam mundësi, mos pashi për të madhe, Allahu dhe ty të radhit në atë grupin e të dashurve të Allahu xhelle shanuhu. Allah i pranoft, ka hatme që i ka lexu, këtë lexim që i ka lexu, dritë ju boft këtyre në trupin e tyre, në familjet e tyre, po dhe juve ja Rabbil Alamin që i keni rregullu këtë shtëpi, këtë vend Zotit, mu bashku këtë sofër, edhe juve inshallah Allah dritë u aboft jetën, zemrat, familjet, ardhmërin tuaj, nipat, stërnipat, inshallah, ky bereqet si loza e pejgamberve, njëm mas një me bereqet, ja Rabbil Alamin, hatri Kur'anit. Thoni amin me zemër. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. El-Fatiha. Allah